And here I go again. Oops, sorry. Welcome to Ray's YouTube channel. Oh wait, I almost forgot the most important part. This is Haru. Hello, përshëndetje, mirë se vini në një video të re. Tani u bëra gati, hodha video në fakt, video në Gjermanisë të Amsterdamit, që përsër shumë që t'ju ketë pëlqyer. Dhe tani do I ketë mbaroj disa punë, sepse kam 2-3 takime. Jo, edhe nga Haruja. Outfiti për sot, pantallona tuta msakt, janë shpësit të qëndisura, një këmish nga Berlook, çantën Polent, sepse shkon shumë me vibe-in që dua të krijoj. Është kështu stil nordik pak a shumë, se u frymëzova edhe në Amsterdam, gocat visheshin shumë bukur, edhe në Gjermani më pëlqejnë. Dhe këto si shapka, besoj se kombinon, duke me bukur dhe me biciklet, është dhe 20 gradë, kështu as holl dhe as besoj se jam super mirë. Tani marrim me portofolin edhe ikim që të mbarojmë takimet tona. Hej, tani sa po arrita në qendër dhe pas ka ardhur pranvera realisht, edhe po përdor dhe këtë mikrofonin e vogël, edhe nuk e di, po bëj një provë, në qoftë se dëgjohen zhurmat e jashtme, sepse këtu është shumë zhurmë, sepse po lajnë këtë Tajvanin, këtu pishinën, ç'a është kjo, shaturvanin, edhe lash bicikletën e parkova në qendër e tani duhet iki në blok. Gjë që më bën shumë përshtypje në krahasim me jashtë, domethënë në Gjermani, në Holland po, sidomos në Amsterdam, është zhurma e makinave, sepse po shikoja, po dëgjoja zërin tani dhe ishte shumë mirë dëgjoj në një borie. Edhe se sa të stresuar që jemi, vetëm duam të nxitojmë, ka trafik, ka zhurmë, I bien kod borijes, nuk e di. Kurse jashtë shtetit të paktën në Gjermani nuk dëgjon kështu. Nuk e di nëse e keni vënë re ose nëse jeni emigrante dhe kur vini në Shqipëri kuptoni se sa të stresuar janë njerëzit ose se njoh shumë njerëz që thonë, një sekond, që thonë që e ngisja makinën shumë mirë. Do të thonë e ngisja makinën, e kam marrë patentën që në Shqipëri, nëse I kam dhënë jashtë makinës me rregullat jashtë, kur vi në Shqipëri nuk I jap dot sepse ndjej shumë stres në të gjitha anët. Edhe prandaj është arsye pse unë nuk e mësoj makinën. Nuk është kjo, po e kam me pak frikë. Po me bicikletë më kisha marrë madhi që ti jepja. We held our dreams within our hands. It happens every time I wonder how. I can see my life so clearly now. Dared ourselves away from home. Tani sa po erdha ula këtu tek Blerina, që është në blok, tek Grand Café de Paris. Edhe po marr këtë të menus së ditës, që kishte supë me pul dhe sallatë jeshile. Edhe tani sa më erdhën, domethënë në lokali edhe nuk kishte supë, edhe sa I natë s'isha me fat dhe më thamë për peshë të egër, edhe unë që e pyeta sa është çmimi, se mbaj mend që prindrit e mi para shumë vitesh kanë ngrënë peshë të egër dhe ka qenë shumë çmimi I lartë. Edhe prandaj e pyeta dhe kushtonte racioni me patate, me frutë, me perime ishte, kushtonte 13.000 lekë dhe I thash jo nuk e dua, që kështu po më vjen vetëm sallata dhe buka. Edhe të mbylla ato punët e tjera që kam për të bërë. Tek baronesha Vajta, po nuk kishte fizikisht mashën që unë kërkoj, prandaj do ta procesim online. Seashells, voices rising, silver wind chimes. Red clay pots lined up in a row. Braiding purple
Tani sapo erdha në një kafene sepse po binte shumë shi edhe kam lënë biçikletën diku edhe po shijoj një cappuccino të ngrohtë edhe të presim sa të pushoj shiu që t'i në shtëpi se punët i mbarova për ato që dola. But we're gonna make a scene, doing all we can, 'cause we're stuck in routine of sidestepping your blind eye in my head in the Rupi! Hello, Ruqi! Do të talësh? Ska? Kapitala ndryshe dhe. silent music and shit. Mirëmëngjes nga një ditë tjetër. E dini çfarë pacim jetë? Ciao! E dini çfarë bëra unë dje? Fjeta me make-up. Shkone nuk e hoqa dje. Hera e parë pas ka shumë vitesh, realishtën para e kam bërë. Të përdorim tani këtë Larsin nga Transparent Lab që ju kam treguar dhe është super i mirë. Unë e përdor qytetar, vetëm në darkë, për pastrim të dy fish. Mi hapur një grup, një mike për ty, që kemi hapur dhe një Instagram, që quhet me të njëjtin emër, dhe dua që t'jetë një komunitet me vajza, edhe këtajmë aty botën tonë, të bëjmë takime, edhe gocat të mund të takojnë vajza, në për rrethet të ndryshme, jo vetëm në Tiranë. Ideja është kjo që të njohësh një mikesh, qo virtuale, jo vetëm virtuale. Ideja është që ti ta takosh atë fizikisht, edhe më pëlqen shumë si projekt, shpresoj shumë që ta realizojmë dhe të vihet në jetë, edhe se jo të takohemi dhe të bëjmë të një takim, edhe ka menduar që të shkojmë ose piknik. E keni parasysh kur shikoni këto reels ose shihni një person që ka shumë shoqëri dhe deri dhe thuaj po vetëm një shoqe, dy shoqe kanë dhe ato janë në punë, nuk e se të ndjekim me këto aktivitetet që ke qefti. Edhe kjo është ideja që tek ky grupi ti të gjesh një mike që mund të planifikojmë që të shkojmë në plazh. Kërë përse kur shikoni ato foto dhe thoni, o bëbon, s'ka me kejke në plazh, po mund të bëhemi një grup dhe të shkojmë. 5 veta, 10 veta, 10. Nuk ka rëndësi numre, rëndësi ka që do kemi njëra tjetra, edhe do jetë kjo një mike për ty. Rregullova dhomën e gjumit, doli bukur me vaj pranveror dhe dua që t'ju tregoj këtë blerjen që kam bërë nga këtë kamerën DJI. Ndoshta e keni parë në TikTok sepse është bërë shumë virale. Ja tregova pak tek vlogu i parë që të ndjek dhe është një Big Brother i vogël në shtëpi. Edhe shumë e lezetshme. Me këtë kam filmuar gjatë ditës dje që dola, edhe shikoni çfarë kishte bakoja. T'ju ja tregoj tani. Tani, u mora gjithë këtë setin që kishte këtu, që do vetë tregoj një nga një, se ndoshta ka dhe goca që janë të interesuara, sepse në TikTok është pa fund shumë virale. Vjen me këtë çantën, që është e kamerës,
edhe është shumë e mirë për rutine, po edhe kur e mbaj në shtëpi, vjen tani, është kamera, që është kjo. Shkoni si ndizet? Shumë nice. Nice që është, po dukem këtu. Është kjo kamera e vogël, e cila filmon, mund të filmoj për ekran për YouTube-in, por gjithashtu edhe për Instagramin, edhe të ndjek gjatë gjithë kohës. Edhe është shumë e mirë sepse ka stabilim shumë të papar, sepse kjo firma mbahet për tripode, për të mbajtur stabilimin sa më të mirë. Gjithashtu ka edhe drone. Ne kanë nxjerrë këtë kamerë në 2023. Gjithashtu ka 2 bateri që i karikon edhe i merr me vete, janë ashtu bateriat e kjo. Është ky tripodi i vogël. Është nice. Duhet. Gjithashtu ka këtë mikrofonin që është shumë i famshëm, sepse edhe për mikrofona mbahet dhe besoj që jashtë keni dëgjuar zërin. Kur vendos të mikrofonin kështu është 100% zërim, sepse e nxjerr zërin dhe audio shumë mirë dhe cilësi shumë të lartë. Let's put the sun back in the sky. Tired of crying, don't call me back to say I'll say goodbye. Yeah, don't call me back to say goodbye. I can't change the past. Don't wanna. I reach for you, but you're thousands of miles away. Every heartbeat, every breath is filled with thoughts of you. I am so lost without you, and I don't know what to do. Nisa po mbarova me 2-3 punë të vogla, edhe mora këtë librin që e kam marrë, është nga Living. Edhe flet për kategori të ndryshme, kemi dhe këtu kopshtin, sepse tani do merrem me balkonin tim, nuk është se i kam marrë fidan, nuk i kam bler as lulet, por do bëjmë një rregullim të përgjithshëm, kam bler një tavolinë, kam 2 karrige, dhe do merrem me sistemimin dhe rregullimin e kopshtit, dhe pse jo, ta bëjmë së bashku, sepse e di që edhe ju e keni shumë qef këto, dhe nesër ndoshta dalim tek pazari i ri dhe blejmë fidan dhe gjëra të tilla. I just wanna go out on a walk with you. Baby, you know I just like to talk with you. You don't have to tell me anything that's new. I just wanna go out on a walk with you. I just wanna see your shadow next to mine, sailing over pavement with our 2 outlines. I like to see the shape you're in from time to time. I just wanna see your shadow next to mine. I just wanna see the same things you can see, understand the meaning on a new degree. Maybe that could happen when you're next to me. I just wanna see the same things you can see. Nga kuzhina, mbarova dhe me balkonin,
Nuk doli aq bukur sa e kisha menduar unë tek mendja ime, por ka akoma punë, sepse siç u thash nesër do shkoj te pazari i ri, edhe do marr disa fidan, disa lule, bërzelok, edhe këto që më mungojnë. Drejt sot do përgatis ngjalla janë të freskëta me domate, sepse i ka sjell një shok i Alfios, edhe janë adivjaka. Edhe unë do t'i bëj me domate, me qep, sepse dalin shumë të shishme dhe të mira, edhe duhet që ta mbani mend këtë recetën që do t'ju tregoj tani, sepse është një nga recetat e mia të preferuara se si mund ta gatojmë peshkun apo ngjallën. Nuk ka rëndësi se çfarë peshku është, sepse të gjithë dalin shumë të mirë. Edhe të nisim pa humbur kohë, na duhen një kokër qepe madhe ose 2 kokra qep të vogla, na duhen tomate, na duhet medanos në fund, na duhet hudhër, sa më shumë hudhër, piper i zi, na duhen ngjalla ose peshk, dhe të nisim me përgatitjen. Unë po përdor 2 kokra qep, një madhe, një pak më vogël. Kemi bler qepën, gjithashtu vendosa tiganin dhe pak vaj dhe do skuqem në fillim ngjallat. E pastaj do t'i kalojmë në furrë direkt në tepsi dhe pastaj do bëjmë salcën që t'ja hedhim sipër. Okej, do skuqim ngjallat vetëm me pak krip edhe në vaj. Trying to keep myself real tough. Will I ever settle down? Steady even when it gets loud. When will it? Besoj edhe 5 ose 10 minuta do që të bëhet tava dhe do t'ju tregoj përfundimin. Edhe ju tregova pak a shumë gjithë recetën. Do skuqni në fillim qepën, pastaj në fillim fare ngjalla, do t'i hiqni, do t'i vendosni në furrë, pastaj do skuqni qepën, domaten, hudhër, do i skuqni mirë, do hidhni pak ujë që të ketë edhe ujë për tavën që do bëni, edhe gjithashtu erza, piper i zi dhe krip, edhe pastaj do t'i bashkoni tek ngjallat ose tek peshku që keni skuqur dhe do ta vendosni direkt në furrë. Edhe për 20 minuta, 25 minuta, varet në sa gradë gradoni sobën, edhe del vërtet shumë e shishme, që do t'ju tregoj dhe përfundimin tani, mund të hiqni edhe pak majdanos në fund fare për freski. Edhe unë do ta shoqëroj me sallatë jeshile, i tash dhe Alfios na blej ndonjë birrë, dhe po pres Alvin që të vijë edhe është dreka ideale. Këta vajzat në Instagram, ai hanin ngjallat dhe më besoni që kishte një reagim shumë të ndjeshëm që nuk i hanin ngjallat. Domethënë tek votimet, 1% shumë e vogël kishte thënë po dhe 1% shumë e lartë kishte thënë i nuk i ha. Edhe pastaj bëra prapë një pyetje që i keni provuar ndonjëherë, dhe jam e sigurt që edhe ju që po shikoni këtë video, këtë vlog, ndoshta ju duket diçka e vështirë, por po më bisni shumë sepse janë shumë të shijshme, kanë shumë veti, edhe na bën shumë mirë për shëndetin. Edhe nuk e di, janë shumë të mira. Normale duan dhe ti dish të gatuash, sepse unë të skuqura nuk i kam qef fare. Por nëse i bën tavë ose nëse i bën në zgar, ç'të hash. Edhe peshku si ngjalla ose sardelja duhet që t'i konsumojmë shumë, sepse janë ndër peshqit që nuk rriten në rezervat dhe janë shumë herë më të shëndetshëm se peshqit e tjerë. Të paktën me atë që të ofrohet në treg. Edhe prandaj, edhe atë që janë normale, edhe prandaj është mirë që t'i konsumojnë sa më shumë. Harut që t'i vjeni natë se ka pa funda dhe ndysha aty dhe nuk i kap dot, shko ta tres. Harut, qa ka? Qa ka, më nëna?
Qa ka? Si kap do ti ato? Qa ka? Lartë, na kanë bërë edhe një fole dallandyshe edhe i them Marus se vetëm Mirua i them të ka vënë Alvia në zbatim për projektet, e ka quar djalin për zbatim, e i them Haru, e hodhën katin e dytë ato, qa bën ti? Sot po edhin të tretin, dhe Haru si vjen flasja, kur them flasja, u shkriva sa, nuk e di, knaqem duke e parë. Haru? Qa ka mona? Si hëllkull. Qa ka? Qa? Kush janë? Të dha ndyshet? Luci? Qa ka? Jo, jerdër. Qa ka më? Qa? Sa do doja që t'ja kuptoja gjuhën. Edhe pse unë e kuptoj shumë mirë ma që kundim. Nga si mojnë kjo ato? Vintu të shpia jote? Po është edhe shpia tu. For remain, it comes rolling in, and right away, oh it hits you like a ton of lead. Shpejt poshtë, unë që t'kish poshtë. With your head, you won't know where to begin. You can't keep up, you fall behind. You lost your aim, can't clear your mind. Ku bateri. Ja ku është edhe Alba, se kështë marrë shumë komente pozitive tek videoja e fundit që ishte aktiv. Faleminderit për gjithë komentet e bukura që keni bërë për mua, po isha shumë entuziazmuar si kisha kohë pa bërë pushime. Jo qetër thua? Po.